Dashurit në jetën e saj janë bashkëshorti, djali dhe nipi. Një dashuri që jeton mes dhimbjesh, problemesh, varfërisë. Ajo sot është 59 vjeç dhe varfëria është pjesëtari më i ri i familjes së saj. Gjithçka nisi kur martesa e djalit të saj mori fund. Nipi u braktis nga nëna dhe zonja Melpo ju desh të merrte në dorë fatin e nipit të saj. Djali im, bashkë me nusën është divorcuar. Më ka lënë fëmin 2 vjeç dhe ka hikur. Dhe unë kam fëmin, e kam rritur vetë. Që nga mosha 2 vjeç, deri sot 11 vjeç. Sot jam në një gjendje të minushëm shumë keq. Nuk bëhet më. Jemi burë grua pa punë. A bie smun, a bie smun, djali, a pagohen dritat, a pagohen ujë, a çfarë të them? Sot është e pafuqishme. Jeton me një asistencë që është vetëm 20.000 lekë të vjetra dhe me të duhet të mbajë bashkëshortin dhe nipin. Neve plasim sot për sot me ti zemra ime, vetëm bukën e gojës. Sa s'kemi bukën e gojës. Në këto kushte që jam unë, këto janë plaçka, ky është divan, shipe, ku pleçoni im drasa. Më kanë ndihmuar motrat e mia, vëllezërit e mi. Kush mund të bi se 2 speca, 2 domate, 2 kila ashtu dhe mi lënë aty dhe ikin. Që të bëjmë në ty, thot, që të bëjmë në ty? Nuk është dorëzuar në asnjë moment. Ka kërkuar punë, por askush nuk kërkon një grua në moshën e saj, shpreh zonja Melpo. Ka kërkuar ndihmë edhe në organizata, por asgjë nuk ndryshoi. Më dha një herë, një kuti. Tha na të vajta për s'dy herë nuk më dha. Jekë të se s'japin ndihmë më dha. S'ka ndihmë. Herë jepen këtu, tha. Mirë tësh. Falemnderi, ika. Nipi i saj quhet Brian, është 11 vjeç, nxënës i shkëlqyer. Por kjo e lëndon shumë zonjën Melpo. Ajo nuk i përgjigjet dot mirësisë së tij. Më ratë pika mua më bjen ndarë, thotë nona, thotë dua një molto, dua një patetin se blejnë shokët në shkollë. Ase grosh. Vetëm ato buzit, shkon shkollë, bjen. Është kalamo që nuk nihet. Është shumë i urtë. Ba, ama për të mësuar mëson. Është i mirë me mësime. I shkëlqyeshëm. Nuk kam ankesa asë që kësa për shkollë 4 vjetë, është klasë 5, sti i herë të më ka thonë zusha që s'mësam. Të dilte para kamerave nuk e kishte menduar kur. Turpi nuk e lejonte. Se mendoj dhe këta, na vje dhe turp. Po turpi do të qaka se s'qe ka gjë. Fëmija do të lajë, do të shkoj shkollë, do kushet e veta. Nuk e ndihmoj dot. Dhe shë e moraj sa pa të mundësi, sot e tutje s'kam. Varfëria nuk njeh askënd. Sot kjo zonjë kërkon ndihmën e çdo qytetari, të cilit jeta i ka dhuruar mundësi më të mira se të saj. Ju lutem të gjithë, kush ka mundësi edhe i herë ta vër dorën në zemër të më ndihmoj këtë familjen. Nuk kërkoj saltanete. Buka gojës.